Kisha Ortodokse Apostull Pavli dhe Shënasti Durrës, në mbështetje të deklaratës së Asamblesë Kleriko-Laike e mbajtur datë 11-12 mars 2016 në manastirin e Hirshëm të Shënvlashit Durrës, shpreh ndinjatën e thellë dhe proteston ndaj organeve shtetërore të cilat mbajnë ende zotrim vendet dhe objektet e shenjta edhe pas 25 viteve të lirisë fetare në vend. Për këtë arsye kërkojmë zbatimin e ligjit 10057 Neni 22 fraksion 2, datë 22 janar 2009, dhe është marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili thot shprehimisht: t'i kthej dhe t'i kompensoj Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të gjitha pronat me përparësi, objektet e kultit tashmë të njohura nga të gjithë, të cilat kanë qenë për shekuj qendra shpirtërore dhe kulturore të komunitetit ortodoks dhe përbëjnë historinë e këtij komuniteti. Si objektet e kultit, manastiret e shenjta, pasuritë, arkivat e saj të konfiskuara nga regjimi komunist në përputhje me legjislacionin në fuqi. Indinjata dhe protesta jon marrin shkak në mënyrë të veçantë nga përdhosja e vendeve të shenjta, të cilat janë bërë në mënyrë të përsëritur. Ngjarje të tilla përbëjnë një ofendim të madh, sakrilegj dhe fyerje të ndjenjes fetare ndaj Kishës Ortodokse. Sigurisht që këto fenomene, të cilat nuk ndodhin në objektet e kultit të komuniteteve të tjera, nuk ndihmojnë as pak në harmoninë fetare dhe ndikojnë negativisht në promovimin e kësaj harmonie, gjë për të cilën vendi ynë edhe mburret. Kisha Ortodokse e qytetit të Durrësit është në pronësi të shumë objekteve dhe trojeve, si brenda qytetit, ashtu edhe në rrethinat e tij. Gjatë këtyre 25 viteve, ne kemi kaluar në një kalvar të pafundëm gjyqesh, e megjithatë këto prona nuk na janë kthyer ende. Mbetemi me shpresë që të dëgjohet zëri i ortodoksëve në mbar Shqipëri, që t'i kthehen Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të gjitha pronat, të cilat kanë qenë për shekuj qendra shpirtërore dhe kulturore të këtij komuniteti. Kjo deklaratë bëhet në emër të klerikëve, të Këshillit Kishtar dhe të besimtarëve ortodoks të qytetit të Durrësit.